Në Shqipëri neve kemi një normë inflacioni nën 3%, pra ne jemi afër objektivit tonë dhe po shkojmë drejt objektivit, arritjes inflacionit prej 3%. Për Kosovën do t'i thotë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, nuk kam informacion konkret. Shqipëria dhe Kosova kanë bashkëpunim shumë të mirë, ka një sër marrëveshje ekonomike, të cilat i përkasin qeverive të dy vendeve, të Shqipërisë dhe Kosovës. Konkretisht si guvernatori i Bankës Qendrore, unë mund të flas kryesisht për marrëdhëniet që ne kemi me Bankën Qendrore të Republikës Kosovës, marrëdhënie të shkëlqyera që në kohë kanë funksionuar shumë mirë dhe vazhdojnë të funksionojnë. Kjo ekspozitë është një shembull i marrëdhënieve shumë të mira dhe koordinimit perfekt që ka Banka e Shqipërisë me Bankën Qendrore të Republikës Kosovës. Ne kemi shumë projekte të përbashkëta, po punojmë së bashku në drejtim të stabilitetit financiar, të mbështetjes bankare, të zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe shumë projekte të tjera, të cilat janë në funksion të ekonomisë, por dhe të qytetarëve të këto vendeve tona. Sot patëm kënaqësinë të celebruam hapjen e ekspozitës për 100 vjetorin e historisë monetare të Bankës së Shqipërisë, por në radhë parë të historisë monetare të gjithë treveve shqiptare, dhe unë ju garantoj që ne do të vazhdojmë një bashkëpunim të shkëlqyer midis dy bankave qendrore për të mirën e ekonomive tona, për të mirën e qytetarëve të vendeve tona. Sigurisht që lehtësimi i transaksioneve do të bëhet nëpërmjet modernizimit të sistemeve të pagesave që ne po punojmë shumë. Ne në Shqipëri jemi bërë antar të SEPA-s, që është sistemi unik i pagesave në euro, së fundi. Dhe Banka Qendrore e Kosovës po punon, ne po bashkëpunojmë që së shpejti të jetë antare e SEPA-s. Projektet për digitalizimin dhe për modernizimin e sistemeve të pagesave do të bëjnë që pagesat janë më të shpejta dhe me kosto më të ulta, me komisione më të ulta. Në këtë aspekt ne jemi duke punuar shumë dhe Banka Qendrore e Kosovës ka bërë progres mjaft të madh në këtë aspekt dhe kjo do të bëjë shkurtimin e kohës dhe uljen e komisioneve. Kostot bankare do të vinë duke ulur nëpërmjet projekteve që ne po ndjekim për modernizimin e sistemeve të pagesave dhe digitalizimit që janë në proces. Ne kemi disa marrëveshje në fushën e pagesave, në fushën e mbikëqyrjes bankare, të cilat janë duke konkretizuar. Ne kemi ecur dhe vepruar në bazën e marrëveshjeve të bashkëpunimit, që themi në anglisht Memorandum of Understanding midis bankave tona, dhe puna vazhdon. Gjithmonë ka pasur interes, vazhdon të ketë interes investitorët kosovar, sikurse edhe nga investitorët shqiptarë në Republikën e Kosovës, patjetër, ky interes është i vazhdueshëm, marrëdhëniet tregtare janë në vazhdimsi, por dhe investitorët, pa përmendur emrat e investitorëve, të cilët dihen, tregu i di, janë të mirëpritur, pasi si investitorët kosovarë në Shqipëri ashtu dhe investitorët shqiptarë në Kosovë janë si në dhënë e tyre.